Doktoresh, në çfarë moshe pra zakonisht mund të vrijnë shenjat e para të një fëmije pra që ka ngecje në komunikim apo zhvillim në të folurit, dhe kur mund të konsultohet pra një prind me një logoped për fëmijën e tij? Atëherë dhe folura i ka disa fazat të zhvillimit ku ne mundemi me u fokusu për me pa nëse gjithçka po shkon rregull me zhvillimin e të folurit të fëmija. Zakonisht e folura fillon zhvillohet qysh në muajt e parë të jetës, pra janë ato vokalizimet, gugatjet e para që pritet të zhvillohen në muajt e parë pra të jetës. Pastaj kalojmë te viti i parë i lindjes ku deri në moshën 1 vjet e gjysmë pritet që një fëmijë të zhvillojë të paktën fjalët e para. Pastaj vjen mosha 2 vjeç ku pritet që një fëmijë ta zgjerojë fjalorin më shumë, të ketë 50 deri në 100 fjalë në fjalorin e tij, të cilat i përdor dhe i ka funksionale. Po gjithashtu kjo është një moshë ku pritet që një fëmijë edhe të fillojë të lidh nga dy fjalë, të bëj kërkesa, pra të fillojë të inkuadrohet në ambient përmes të folurit. Pra kjo është, pra në fëmijërinë e hershme, kjo është koha kur ne mundemi me identifiku nëse këto aspekte nuk po zhvillohen në përputhshmëri me moshën kronologjike dhe jemi tu përballë me një vonesë në të folur. Pra kjo është koha ideale kur prindrit munden me u adresu te logopedi dhe ta marrin një mendim profesional për me pa nëse diçka e ka shkaktuar ose nëse është nevoja për me marrë trajtim logopedik.